Dhe pse nuk i përgjigjem asaj pyetje dhe pse nuk bie në atë Grack? Kam të drejtën time unë për të ruajtur. Sepse ti... Po ti, vetë fakti që nuk ju përgjigje, ti veç dha një përgjigje, nuk e di sa e të e kuptu. O Brikena, unë në fund të ditës ruaj vetën. Unë në fund të ditës ruaj vetën, pse? As ty nuk një aqë mirë sa që mund të qosh në atë pikë muhabetin pastaj. Jo. Si jo? Vetë fakti që nuk përgjigjesh, dhe me thënë, jo përgjigja jote është e pohën qatë gja, kuptan? Si, po ti dole me i preferuar, e regu. Qa do? A dole me i preferuar? Ka stilet për të si shkele së një malit. Do t'ja Jo, me shkele së një malit. Mos ke frikë me dhëmë një moment, kam dëshmitar gullar. Vishi sekund, ti, a din si gjdelë si gjithu, thu po, thu, kam pa qa flitet jashtë, po këtu mrena du me i njoftu njerëzit si gjithu, dhe këtu mrena du mi pa gjiku se si qasen me mu. E në regull, po mos ke frikë ta pranërsh se ke pasi qa ndodhë jashtë. Se ka para mu i vjen nga jashtë, po ka frikë me po u këtë gjë, po këta ki për mohan. Ti thua, është i lagur peshku që del nga uji, po i lagur është pa tjetër, se nga dy gartë. Po pse pithem se ke frikë me pranu, ka frikë me pranu, se përsa të nuk bjen në atë me të përgjigjë, që se ti nuk të përgjigjë, ti ke frikë me pranua gjë, kupton? Ti e ke zakon të pyetjen dhe a bën gjithve. Kush çdo që vjen të papa. Kush çdo që vjen të brenda ti ja bën të pyetjen ç'a bëhet. Unë veç di që njerëzit e kanë, jo ç'a bën. Shif, unë jam bëj pyetje që shofania janë bërë dhe janë nisi çast edhe nuk e pres fare përgjigjen. Kjo pyet domethënë. Ti, a i ke parë opinionet e njerëzve jashtë? Po pa tjetër me që i ke parë. Tani, unë Briken, po të përgjigjem... Po du me të pytë qëfar opinioni ka njerë për këtë njerë. Nuk të ja përgjigjen e parë, të kësë më qonë ke e dyta. Dashe pa dashe. Unë thjesht e di, thjesht për du me pa, a ke frika po jo të pranoj. Ta që asik, a? Shtu se ka parë, e ka parë nga jarë se s'bën, o Mateo. E ka parë se s'bën. Kam pa shumë mirë, thot, po s'ta të regoj opinionin. Ti ku ke ardhë tu, di e ku që unë thasha e ke pa, po jo, këtë tha nuk më du me rangërat, mu përgjigja, frikë më përgjigjë. Mos ki frikë më përgjigjë. Mjafton të qovësh gjithë primet. Mjafton të qovësh qa bëhet në TikTok. Mjafton të qovësh qa bëhet ke si ka emrin e fan klubi. Mateo, ti nuk di një situatë tjetër, ose pse një situatë tjetër. Ti nuk di që unë jashtë nuk është se kam qenë 100% i bindur për të ardhur e para. Prandaj edhe unë disa prime edhe i kam mundur. Në disa situata edhe i kam mundur. Edhe disa puntata i ke kuptu mirë se qa me ndoj për njerëzit deri në targët edhe i kam pa çdo prime YouTube. Unë kam thënë, nuk kam ardhur me tendencë të prime. Në rregull ajo gjë. Unë për shembull ke thënë nuk kam marrë këtu me opinionin nga jashtë, kam marrë këtu për të njohur njerëz këtu. Unë po kam mirë të lidh më vonë. Ti njoft raport me mua se si sillen këtu mbrana. Këtë gjë kuptova, nuk keni nevojë me përsëri. Po pyetja ime nuk ishte çfarë thonë, çfarë nuk thonë. Unë thjesht bëna një pyetje shumë normale. Tash, i ke pasi qatë vitet jashtë për njerës të mrenë, edhe ti mund të thonë, e kam pa, po s'du të shprejem, as nuk du të veproj se qa kam pa nga jashtë, du t'i njot njerës të mrenë, edhe jemi në regull. Si Rogerdi dhe Mateo. Ti me ndonë se e kupton. Si ti dhe Mateo, aji dhe Rogerdi i keni pa ndryshë dhe ka pa ndryshë. Kjo ke një pyetje shumë e thjeshtë, që ti e morë shumë tendencioze se që të punë me tendenca me Kristin, dhe mu e morë pyetje shumë tendencioze. Jo, ta thot ardidiot me shpirt. Unë po them, po ruaj vetën në këtë pikë, sepse nga e para del ke e dyta dhe nga e dyta del ke e treta. Jo, nuk ka nevoj. Po unë atë që ke dyro në bikena, se nuk mund jam e pa më gjarë në bikena, nuk jam asë parashimë shqifatit. Në regull, ti mund është me vendosë mos mu përgjigjë, si që vendosë se tash. Dhe unë po them, pse ki frikë me pranu që ke pa që ndodhi jashtë? Pike dhe basta, ti e gazetar, ti ke pa ca lajme që ka ndarë, se nuk është se si ke pa kene